Puno dhe jeto aty ku ke zemrën me shqiptarët e Greqisë. Bjerë. Shiqa syri. Mu këshu do bjerë për tokë syri buvit knetës në... Po nuk po flas për 11 majin, se s'kemi ardhur këtu për të bërë fushat elektorale, s'kemi ardhur këtu për të hapur një traditë, dhe dua t'ju them që ky panajir i parë në Afinë do të pasohet nga panajiri i dytë në Vjeshtë, do të vim përsëri dhe do të jemi këmbgulës sepse të 120 kompanitë që kanë ardhur këtu sot ofrojnë vende pune dhe paga më të mira se sa pagat që fitohen në të njëjtat vende pune këtu në Greqi. Dhe sot të gjithë ata që e kanë ndjekur dhe ndjekin Shqipërinë nga kanalet e Knetës, ku vazhdon zhurma e bretkocave që në Shqipëri 200.000 lek, 300.000 lek vjetra, mund të shohin që në fakt në sektorin e turizmit dhe para se tyja këtu po flisja me dikë që punon këtu, sanitare në një hotel, ku për 21 dhoma që kishte në përkujdesje, merrte 850 euro. Ndërkohë që një sanitare për 6 dhoma në Bregdetin e Shqipërisë merr 950 euro. Pa llogaritur ndërtimin, ku në Shqipëri, për hir të vërtetës, po ndërtohen vepra që në Greqi nuk i gjen, nuk i shef. Nuk i shef. Flas për investimet në Tiranë, flas për kullat e projektuara nga arkitekt në më të mëdhenj e botës, flas për hotelet, flas për rezortet në Bregdet, projektuar nga arkitekt nga më të mëdhenj e botës, dhe flas për kompani shqiptare të cilat nuk ndërtojnë më vetëm në Shqipëri, ndërtojnë dhe jashtë Shqipërisë, dhe që sot ka nevojë të madhe për të pasur krah pune të mbi kualifikuar. Gjë që këtu mund të gjendet. Ishte një usta që e takuam shpar në panajir që punon të gurin këtu, dhe një njeri që punon gurin për 30 vjetësh në Greqi, patjetër që është mjeshtër i madh, dhe u habitëm për faktin se tha, merrte 100 euro në ditë, ai drejtuesi i kompanisë shqiptare i tha, bujrum hajde, tha, për të njëjtën pagë tek unë, mirë po këtu ja jep një lekë në dorë. Edhe ne u habitëm. Thënë po mirë, ti pa letra i merr, jo tha, unë i kam letrat, edhe tregoi kartën e identitetit dhe lejen e qëndrimit. Ne i them, ore, këto lekët që merr në dorë, do të lëm pa pension. Më lëre më, ajo nuk diskutohet. Nëse, pra, jemi në kushtet sot, kur me krenari mund të themi që në Shqipëri kemi një treg pune dhe kemi sektor që janë konkurrues me Greqinë. Nuk ka pagë minimale në 1.500 euro në sektorin e teknologjisë.